Stop. Dëgjoj deri në fund këtë video se të intereson. Sa herë zgjodhe veten deri tani? Sa herë ke pritur të të shikojnë të tjerët dhe ke dhënë gjithçka? Sa herë ke heshtur pavarësisht se e kuptonje në shpirtin tënd që e vërteta ishte krejt ndryshe? Sa herë kur ke qenë i vogël ke pritur nënën ose babain tënd të përqafonte dhe ai zgjidhte fëmijën tjetër? Jo se nuk të donte, por bënte më të mirën që dinte dhe bënte atë që i bënte atij, dhe kjo shkon zinxhir. Sistemi transformik 333 është një metodë që do të ndihmojë të kuptosh vërtet kur është çelësi i gjithë kësaj bllokimi, i gjithë këtij bllokimit në jetën tënde, në anën financiare, në anën e partnerit dhe në jetën tënde që nuk të kalon mirë. Dhe jo thjesht nëse shpirtra zgjodhëm Shqipërinë të lindemi, se atje prindrit tanë kanë qenë ata prindër që nuk dinin të jepnin dashuri, jo se s'donin, por nuk ditën, nuk i dhanë dhe atyreve të njëjtën dashuri prindrit të tyre. Në qoftë se kërkon zgjidhje, jam këtu dhe më shkruaj fjalën zgjidhje. Për më tepër, mbyll një takim personal me mua ose prit në trajnimin në grup që do bëjmë së shpejti. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe më ndiqni në rrjetet sociale, në YouTube, Flutra me Fat 333, shpërndajni këtë video dhe në njerëz të tjerë, sepse pak a shumë kjo është rënja e gjithë shkaje që ne na mungon në jetën tonë. Nuk kemi zgjedhur veten sepse nuk na mësovi asnjë të zgjedhim veten, por na dhanë vetëm detyrime dhe ne u mësuam sa ai elefandi i vogël që e lidhnin me zinxhir të vogël dhe kur u rrit nuk arriti të ikte sepse nuk e dinte fuqinë e tij. Dhe këtë mund ta vërtetosh ndërmjet terapisë private ose në grup. Të gjithë ju që e dëgjoni dhe ju bën klik, shkruani fjalën zgjidhje dhe së shpejti merr përgjigje. Për më tepër, më shkruaj në privat, në WhatsApp, tek numri që do ta gjesh dhe këtë poshtë videos tënde. Ju dua shumë, unë sot zgjodha veten. Nuk është e thjeshtë, është shumë e vështirë, sepse kur shkon atje brenda në zemër, ka shumë dhimbje. Sepse nuk pranon atë pjesën që ti ke dashur shumë nënën tënde, se ajo është lidhja kryesore. Lidhja me nënën ka të bëjë me lidhjen e jetës, të partnerit, të parave, në gjithçka. Por jo me fjalë, jo në këtë moshë që je tani dhe e kupton dhe justifikon. Kur ty të shkrijuar ajo ndjesia e parë që nuk të pa dhe ti e donja aq shumë të të përkëdhelte, aq shumë të të zgjidhte, aq shumë të të shikonte. Atë rënjën do vejmë në zemrën tënde që ta shërojmë. Sepse e di shumë mirë, e kam përvojë përveç mënyrës që ta punojmë.